Kandidati për deputet i Partisë Demokratike Tet Kopliku zhvilloi takimin përmbyllës me banorët e rajonit numër 1 në lagjin Xhabie. Gjatë bisedës me ta, Kopliku teksa i falenderoi për mbështetjen e tyre, premtoi se Shkodrës do i rikthehet madhështia që meriton arsim, shëndetësi dhe siguri. Ju falenderoj jashtëzakonisht shumë për pjesëmarrjen. Si përfaqësues të parlamentit ne kena atë profilin ton, formimin ton, dhe unë kam marrë 3 pika. Shkodra më kthy qytet i jetueshëm për trit, ku trit me mujt me ndërtu bizneset e tyne, me jetu mu arsimu këtu, pra me kenë qytet më jetueshëm, sipas atyre macave që e bëjnë një qytet jetueshëm ose jo. E dyta, Shkodra me kenë një qytet më i sigurt, pra mos me kenë bandat ata që drejtojnë shtetin, por me kenë institucione shtetënore. Dhe e treta, Universiteti i Shkodrës dhe arsimi në përgjithësi në Shkodër i rrit cilësia e saj dhe me kenë në përputhje me tregun e punës dhe me ndërtu brezat e ri që kanë mirë shërbyer Shqipërisë, Shkodrës. Ne jena këtu për me mbrojtë qytetin, Shkodrën e përjetshme dhe mi lanë fund mediokritetit, mi lanë fund vjedhjes, mi lanë fund pasigurisë dhe me kthy Shkodrën edhe një herë me krejtment dhe me kthy një qytet i cili ka me kenë ky qyteti i verut dhe pse jo me vlerat e saj ky qyteti tanë Shqipërisë. Institucionet do rikthehet funksioni normal pas datës 1 maj, ku Shkodra dhe gjithë Shqipëria do marrin shërbimet e duhura, tha Kopliku. Banorët e rajonit numër 1 premtuan mbështetje maksimale për Partinë Demokratike dhe Tet Koplikun, si mundësia më e mirë e forcimit të familjes dhe shoqërisë shkodrane.